27, data 27 qershor të 2025. Duke se kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku kemi Mërkurin që kalon në Luan, ku ndikimet janë shumë të mëdha sepse në shenjë veçanërisht ndikuese një shenjë zjarri, duke dhënë një ton të këndshëm, por edhe diçka shumë të madhe sepse bisedimet dhe kontaktet me të tjerët ka bëjnë shumë. Do të keni diskutime me njerëz të rëndësishëm. Do mendojeni dhe do veproni ashtu siç juve dini dhe arrini. Do të keni jo vetëm diskutime, por dhe çështje kontratash që do të keni sigurinë tuaj për të vendosur në gjërat më të mëdha të qenë ndonjëherë. Gjithashtu, ka diçka shumë të madhe në lidhje me çështjet e punës dhe të karrierës dhe jo vetëm. Në çështjet që kanë të bëjnë që përfitojnë shumë në kontrata dhe në çështje pune, do të thotë shenjat siç janë shenjat e zjarrit, përkatësisht Dashi, Luani, Shigetarit dhe Diçi, kur kanë fitime dhe ndryshime shumë të mëdha në këtë aspekt. Por pas sa fillojmë bashkimin e kësaj date kaq të rëndësishme,